Nën kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, njëherësh ish komandant i brigadës 153 Fatmir Sopi, në një deklaratë për Radio Televizionin 21 ka quajtur denigruese gjuhën e kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe të zyrtarëve të vetëvendosjes kundër krerëve dhe pjesëtarëve të tjerë të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Sipas tij, një gjuhë e tillë i shërben më së shumti Serbisë. Ish komandanti UÇK-s i bëri thirrje përfaqësuesve politik që të merren me programet e tyre dhe të lënë anash përfshirjen e përfaqësuesve të UÇK-s në fushatën për përfitime elektorale. Është për të ardhur keq që njerëz të tillë, të cilët UÇK-n dhe luftën e drejtë çlirimtare keq përdorin në fushata parazitore, kur dihet se UÇK-ja nuk i takon asnjë partie politike dhe asnjë individi, por buron nga populli si nevojë për çlirim nga pushtuesi. Një gjuhë e tillë ndaj komandantëve të UÇK-s, denigruese dhe ligë, qyqare, sepse ata e kanë kryer detyrën ndaj adheut dhe sot po e kemi Kosovën e lirë të pavarur. Kjo i shërben më së shumti Serbisë. Jam i bindur se nuk i shërben popullit dhe shtetit. Partitë është mirë të merren me programet e tyre dhe jo të merren me të kaluarën tonë të ndritshme, thaj.